Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte me mjekun në studio do të flasim për rëndësinë e ekzaminimit klinik në diagnostikimin e sëmundjeve të barkut. Të ftuar kam doktorin Fadil Sherifi, gastroenterolog në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë. Mirëmbrëma doktor, mirë se erdhët. Mirë se jeni. Doktor, çka nënkupton ekzaminimi klinik i barkut? Po të është, para se me folë për këtë temë kaq të rëndësishme, e cila po kujton edhe studentët, se gjithmonë kjo mësohet në vitin e tretë të studimit mjekësi, i them 2-3 fjalë, domethënë mos parimi përshëndet juve, shikuesit gjithë ata. Leksionet ose ligjëratat që jemi të i dhanë këtu, ko pas kohë, po më duket që po kanë efekt për shoqët e pacientët, të cilët po vëdësohen, po marrin informata më shumë, po rritet ndërgjegjësimi tyne. Ata po vinë të mjeku më shpesh, po vinë kontrolla më shpesh, po dinë më shpesh për diagnozë, po dinë më shpesh për terapi, po zbulojnë herët sëmundjet, po ka më pak komplikime, faktikisht po dinë sëmundjen e vet, po dinë sidomos ato kronike, po dinë me mjeku, edhe komplikimet po vinë deri në minimum. Prandaj po them këto intervista, këto ligjërata, këto pyetje përgjigje që bëjmë këto në për këto, po kanë efekt mirë dhe mendoj se këto është mirë me shfryzu spaku her pas here, domethënë që ata të jenë dhe me update. Sikur një kompjuter që një update, ashtu edhe mjeku me qenë, ashtu edhe pacienti me qenë familjar. Kjo është edhe qëllim. Gjithmonë kur erdhëm këtu edhe thotë çka keni zgjedhur sot për ta bënë. Thotë do ta zgjedhë një temë tash clear se vetëm tash tu fol për senet shtrejta, thonë për gastroskopi është shtrejt, jo kolonoskopi është shtrejt, jo laparoskopia, jo kjo endoskopia. Po edhe ato ta kapën doktor Mucini thonë interesat pak më clear diçka. Tash sot do ta bëjmë tani temë tash që do të jetë pse shumë interesante që kur s'kam hu vlera sot dhe më të dhe, edhe pse u zhvilluar teknologjia shumë, të flasim për ekzaminin klinik. E tash na themi dy fjalë, nëse dëgjojmë pacientin dhe e kontrollojmë, kjo është ajo historia dhe ekzaminimi klinik. Domethënë, pacienti kur gjen ne duhet me dëgju dhe me ekzaminu. Tek atëherë me fillu me ato aparatet e tjera. Prandaj me fol për ekzamimin klinik me 2-3 fjalë më të. Ekzamini klinik është metoda më e mirë, është mbretëresh e diagnozave. Ekzamini klinik është hapi i parë me zgjidhur sëmundje. Ekzamini klinik është harta ka do të shkojmë. Kjo është ekzamini klinik është baza ose shtylla e mjekësisë. Edhe ekzamini klinik neve na shërben me shiku pacientin në mënyrë holistike, integrative, jo me sfidove sëmundjen, po pacientin edhe në fund sëmundjen. Prandaj kjo neve na ndihmon edhe para se me shku në këto ekzaminime të që kushtojnë shumë shtrejt, na ndihmon me vështu pacientin çdo kohë, na mundson me komuniku me pacient, na mundson me komuniku me familjar, na mundson me ditë a është rast urgjent, semi-urgjent, emergjent apo elektiv. Po them, rëndësia e saj me folën në shtatën e shton ditën, po sigurisht na për se më sa është gjysore, sa është problem, do të më në pika të shkurta për pikat kyçe të këtij ekzamini. Po cilat janë hapat e parë, doktor, pra që i ndiqnin gjatë një ekzaminimi klinik? Kështu që sot nuk të flasim për ultrazak, sot do t'i harrojmë ato, sot do të flasim vetëm për bisedën. Në pikën e parë si gjithë pacienti, ne do të ditë kush është pacient dhe natyrë generale. Emri, mbiemri, viti i lindjes, nga është kështu. Këto janë ato hapi i parë. Hapi i dytë do të pse ka ardhur pacienti. Gjithmonë pacienti kur vjen këtu ka një hall. Dikush ka dhimbje, dikush ka vjellje, dikush ka tokë, dikush ka jashtëqitje, dikush ka ftohtë, domosdoshmë secili flas për simptome gastrointestinale. Dhe kur vjen pacienti gjithmonë na tregon një hall që ka. Si të thotë pacienti unë kam dhimbje barku, na nuk guxojmë unal mjek, prandaj kjo është anamneza, është një marrje struktura informatave. Ne nuk guxojmë unal atë. Ne ja bëjmë disa pyetje për atë. Thotë unë kam dhimbje barku, ku ke dhimbje? A ke në pjesën e sipërme, të mesme apo poshtë me barkut? Pyetja e dytë do të çfarë dhimbje është? A është therrse? A është djegje? A është tërngim, ashtu të pyetur. Pyetja e tretë, me çka është nota e dhimbje? Dikush thotë me vjellje, po kam dhimbje dhe vjellje. Pasi dikush thotë kam dhimbje, po kam urim të shpeshtë. Dikush thotë kam dhimbje, po kam jashtëqitje të shpeshta. Dhimbje kapslok, dhimbje frymë e barku, shkoj për sa po. Pra, e sheh dhimbja me çka po shnohet. Kjo është po, me çfarë simptomash? Mandej, që kjo dhimbje çish po shtohet? Thotë shtohet mas ushqimit. Dikush thotë kur kam aktivitet fizik. Dikush thotë jo, unë vetëm natën kam, ditën s'kam kohë. Domthonë dhimbjet janë të ndryshme. Pastaj kjo dhimbje, hajde nëse themi këto është subjektive. Sa është prej 1 deri në 10 pacientit? Nëse është dhimbje e vogël 1, 2, 3. Nëse është dhimbje e fortë 8, 9, 10. Nëse është mesatare 4, 5, 6. Edhe çfarë intensiteti është dhimbja. Pastaj kjo dhimbje atë ka shkaktuar diçka në simptoma. Ki temperaturë jo, a ki ethe jo, a ki plotësi jo, a ki humbje peshë jo. Shko sa informata vetëm për një dhimbje barku sa do të një 7 cali minimumi me shkryt. Kjo është pra pika e parë. Pika e dytë do të pësën pacientin historinë personale. Për shembull, a ke pas një sëmundje përpara? A ke pas një lëndim? A ke pas një alergji? A ke marrë barë një herë? Nëse ke marrë cilat janë ato? A merr barë tjerë? A merr alkool? A merr duhan?
a konsumon substantiere. Do këtë ato personal këtë çka ka pas prej linjës vaksinimeve e deri me gjithmonë. Mandej kemi në familje, sa jeton dikun. A ka një familje, ka babën, ka nanën, ka bra. Pyesëm për familje, mos ka pas në smundje në familje, mos ka pas në diabet në familje, mos ka pas në kancer, në shtypje, në tuberkulozë. Kur ka tuberkulozë smundje infektive, kur ka diabet, baza gjenetike, kur ka një kancer, nëse një pacient që ka 50 vjeçar që s'ka pas histori familjare për kancer me boni kolonoskopi, e ndryshe një pacient që është 50 vjeçar, por që ka pas 2 prindër me kancer në zorë trash. Ky është te më rrezikum tash. Prandaj edhe këto kolonoskopit që bën të nutëm, 50 vjet, shumë më herët më shfaqet e ky. Shumë ka rëndësi anamneza familjare po. Mandej ku jeton pacienti? A jeton në banesë, a jeton në shtëpi? Çfarë ujë merr? Çfarë ushqimi merr? Kretë ato janë të rëndësishme, të cilët pra informata në. Prandaj po janë anamnezë mirë, shkon disa minuta, mund të merret pe familjarëve, mund të merret pe pacientët, ato që merret pe pacientë autoanamnezë, ndërsa ato që merret pe çut heteroanamnezë. Ka mundësi për shkak që familjarët na dhajnë informata për pacientin e Tiranë, pacientin në Flet. Atë kret, ose shumicën e informata, ose kret ato kemi raportet mjekësore, ose thënë familjarët, ka këta, nuk do të thonë që është e sigurt gjithmonë, më së miri ti jemi të qartë është anamnezë gjithmonë. Kur ka pacient me familjar, unë shumë pak i lam me fol familjar. Pse? Shumë herë edhe këta në prezin simptomet edhe nuk e tregon. Se kur pacienti ka dhimbje, më së miri pacienti që ka dhimbjen e barkut. Nuk mund familjari vëllau, mota me treguar se ka dhimbjen kë. Tani them shumë raste, ju lutem të shkoni pak në 15 vet, ta ndjen herë pacient apo thotë. E pastaj mund edhe kyçën edhe ju, nëse ka diçka më shtu, që na animoni në diagnozë. Për shkak kur janë shumë familjar vetëm ne i përzin diagnozat. Se anamnezën e thotë mirë këta thotë ka këto të marrësh. Po, prandaj them anamneza nuk është me bisedu me pacient. Thotë me bisedu, ti mund të 3 orë me bisedu, por nëse anamneza nuk është strukturuar me ç'është duhet, nëse se drejton te pacienti ka duhet. Sikur për shkak të një rrugë në vend që zënjojmë, nëse të kemi 100 rrugë, ti të më zgjet rrugën më të mirë, më të lehtë, më të efektshme, më po. Prandaj them kur na bisedojmë me pacient, na bisedojmë që marrë për informacion më të mira për tina. Më të sakta edhe me drejtu diagnozën. Kjo është ajo pjesa e parë anamnestike. Për zonë si duhet të flasim për pjesën e dytë. Po. Doktor, po çka mundri me vrejt vetëm duke e parë barkun gjatë kontrollit? Eta është një pyetje shumë mirë. Unë para se më thon për këtë, vetëm një tërë shkallë. Pra ekzameni klinik ka 4 steps, 4 shkalla, 4 sekuenca. Shkalla e parë është me vëzhgu, me observu, me sy na shikojmë pacientin dhe tregojmë a është mirë. E dytë shkalla e dytë është me auskultu, për tas për bark gjithmonë. Auskultu është kur i marrën dëgjuesit dhe dëgjojmë barkun. Ne mësuam njerëzit me dëgju vetëm zemrën, edhe jo edhe në bark dëgjojmë na, për flasim pak më vonë për të. Tani shkalla e tretë është me prek barkun. Palpim mund të sipërfaqësor dhe e thellë, kjo shkalla e tretë, dhe shkalla e katërt perkusioni, goditje. Pra me këto 4 metoda klinike ne bëjmë ekzamimin e barkut. Para se me thamë të barku, gjithmonë një pacient kur vjen, ne kemi 2 lloj ekzaminimish. A kemi shumë për 2 bajrën. Ne kemi ekzamin general, të përgjithshëm, prandaj për thonë edhe mjeku në pas një mjekësi generale, pastaj me qenë specialist. Edhe dyta atë ekzamin e barkut që është domeni jon që kemi për ditë, kemi rutinë kështu me. Çka është ekzamini general? Po vjen për thonë marrën janë 2 pacienta, një të smut, një të shnosh. Një pacient të shnosh dhe çuçi përshkruajmë na. Ne shkruajmë një raport mjekësor, kanë ja 10 fjali, ndoshta keni pa raportet tona për ditë, tishin për ditë, po do të them 2-3 fjalë. Pacienti vjen nga vjetë e kokës e të poshtë. Pra pacienti ka ardhur i vetëdijshëm, pra nuk është konfuz, është i rëntu mirë në kohë, dhe nësa kohë hapësira. Pacienti është me shtypje të mirë, është normal të nxehtë, pra ka shtypjen 20-80, kjo është rregull. Pacienti është normokardik, domethënë për ekzempull ka 75, nuk e ka shumë më 100 ose 60. Pacienti nuk është në lëku, nuk është anemik, pra nuk është disbet, nuk është ikterik, nuk është disver, nuk është cianotik, nuk është nebuz, të kalë të tapshën, të këto shikojmë i kurën. Pacienti ndihet mirë, pacienti ka frimarët mirë, është eupnoik. Këto informata që i dham, në gati shumë se në gati e caktuar. Me në që tonë e thëmë, pacienti është i lehtë, mesatar, i rënë së shënon. Për marrën këtë tërë pacient. Pacienti pavedish. Pacienti me shtypje tullt. Pacienti tahikardik. Pacienti shumë anemik. Pacienti shumë ikterik. Pacienti cianotik. I lutëm që pacienti është i rënë. Vetëm që të ekzamin që bëjmë, na merret me këtë dhe nuk ka nevojë kemi shkuar në shtëpi, jo kjo është në spital. Vetëm me që halasim po kupar ekzaminimin në këtë as laborator. Kjo është ekzamini i rënë. Pacienti merret i rënë. Me njerë paranohet në reanimin ose në qendër. Kjo është pjesa e parë. E tash çka vjen në inspekcion? Po flasim tash për bark, nëse tema është për bark, do të flasim për këtë. Gjithmonë kur bëjmë një inspekcion të barkut, i shikojmë disa gjëra, disa komponenta. Në bazë të bëjmë raport. Do të bëjmë raport pak edhe për inspekcion, për secilin nga pak një fjali. Me inspekcion pra shumë bravo, mas pari shikojmë barkun. Që këtë bark a ka lëvizje, asëlis. Çfarë formë është barku? A është barku simetrik apo asimetrik? A është i ngritur apo në nivel gjoksit?
A ka lëvizje gjatë respiracioneve? A është pozitë e detruar e pacientit? A ka ndryshime në bark, në ngjyrë të kurrës? Mos ka një cicatrix, mos e ka një venë zgjenume, mos e ka një ajtje, mos e ka një dëmtim, mos e ka një herni. Fikon, vetëm me apo. Edhe kur e bëjnë një përshkrim, të kështu. Barku, ta marrë një normal. Barku është në nivel gjoksit. Nuk ka cicatrixa, nuk ka herni, nuk ka zgjenime venoze, nuk po shihet në ngjyrë lëkurës. Ka lëvizje të rregullta, lëvizje të rregullta pra abdominale. Domethënë këtë është mirë. Marrë të tërë pacient. Barku mbi nivel gjoksit. Barku ikterik. Barku i diskolorum. Barku me skuq. Barku me vetën e zgjenuar. Barku me cicatrixa. Barku me stoma. Barku me gjakderdhje, barku me hematoma. Shiko kolegë sa patologji mund të zbulojmë sa. Pra vetëm me inspekcion bon. Si gjen pacienti, sot barku është mbi nivel gjoksit. Ne mendojmë në 6F. 2-3 fjalë. Janë shumë të rëndësishme këto. Edhe studentët edhe për mjekët, edhe shpesh edhe këto nuk i bëjnë mjekët gjuna e madh. Mjeku i ka 6F. Çka janë këto 6F? F është fat. Fat është a ka pacienti i ndyrë e rrit barkun. Kjo është një. Është program më vogël. 2 është flatus. Pacienti ka gazrat. Si ta përkutojmë? Barku i madh, përkutojmë gazrat, timpanizëm, pacienti ka mush barku me gazra, e ka fryr barkun gazrat. Po. Pika 3, fluid. Fluid është kur ka pacienti ujë në bark, acid. Dhe këtë përkujtëm tingull është jo kështu i dëgjueshëm, po tingull është mat, i fshort. Atëherë barku i fryt. Tingulli perkutor, domethënë këtë rast është mat, aty ka ujë, është acid. Një simptom vërtet një gjendje shumë e rëndësishme. Ndonë ekzeme të tjera. Më të tjerë kemi për shembull pacienti nuk ka dalë, s'ka pas jashitje. Unë isha 3-4 ditë nuk kam po kam dhimbje barku po vjelli, pacienti mos ka ilos. Atëherë ka feces aty. Pacienti vjen femën, mor gjenative, 34 vjeçare, po shtatzon. Kjo është shtatësi, ka fry barku për shtatësia, nëse është normale, tamam. Dhe në fund, nëse ka dhe smunde tjera, domethënë këto janë ato një tumor. Atëherë domethënë në informacion. Prandaj, po rrit ka barkun gazrat, po rrit ka uji ose acidi, po rrit ka yndyra, fecesi, gjendje normale shtatësia, e kështu me radhë. Këto janë simptome për të gjendje në cilën ne vlerësojmë me një rritje të barkut. Po. Marrëm grupin e dytë tash. Thotë i ka barku krejt. Atëherë mos ka humbë pesh po, atëherë pacienti është hektik. Vetëm me një inspekcion në shumë sende vim edhe drejtohemi ka më shkuar më tutje. Po, doktor, si dihet në bazë simptomave çka kemi, sepse ju përmend disa raste, po si të dim më herët çka mund të kemi edhe të drejtohemi me kohë tek mjekët tek pacienti sigurisht kur vjen te ne gjithmonë ka ndaj problem, ka një hall, sigurisht. Edhe hallet mund të jenë ndryshme, mund të jenë organe ndryshme. Para se më fol për këtë, vetëm 2-3 fjalë, pse te barku është problem diagnoza. Ne themi me saktuar diagnozë të smundjet të barkut ose në abdomen është sikurse ne me hinë në qarnë dhe me zon peshkur. Vështirë shumë, ose me në gjungull me në zonë lepër. Kështu nga thotë e ke profesori jote, me në zonë lepër, në gjungull, po është qështer. Se kur gjë me në zonë në gjungull. Unë marrë sa vështirë abdomen. Abdomen është, ne themi, deti, o qanë. Prandaj diagnozë. Pse interesuar me këto, gjatë 2-3 fjalë me fjalë për abdomen. Abdomeni është mas pari zgabra më e madhe në trup. Në abdomen ka shumë sisteme. Ky sistemin gastrointestinal, hepatobiliar, renal, urinar, ginekologjik, ki pastaj vaskular, sa sistemin aty. Ki gjendror, faktikisht ki shumë sisteme aty brenda. Pastaj, simptomet shpesh janë jo specifike. Me arë pacienti me thonë kam dhimbje barku, po vjelli u shlirova, kjo është lehtë, por ka simptomet jo specifike. Ka një pacienti ka shumë simptome, kurse gjetes ka hiç. As klinike, as laboratorike, as imazhe kur gjë. Pacienti ka shumë i rëndë. Këtu zër kur gjë. Ose këtyra, pacienti shumë është i lehtë, por kur ti ekzamenesh i ka 100 sende tjera. Këto këto smunde. Kanë dhimbje që është parietale, është lokalizuar. Dhimbje viscerale, jo lokalizuar. Dhimbje treferume, është dhimbje në toraks, po ta ka vendosur në abdomen. Këtë është diagnozën. Po ta them, në abdomen caktu diagnozë don përkushtim, don ekspertizë të madhe, don monitorim laborator, don ekzaminime, don konsultime kolegjime këtë. Kanë saktot kur. Po. Ka një smundje tranzitore dhe kalojnë. E tash të këto smundje që përmendën për krejt smundje. Flasim po për disa, sigurisht do të flasim matematikë. Flasim për ato doktor, cilat nuk duhet të injorojmë. Mos ta injorojmë një dhimbje barku, po të lajmërohemi më një herë tek mjeku sepse mund të kemi. Por që nështë ishëm ndalë të disa smundje, këshëm marrë gastritin, na ulcer, këshëm marrë një divertikullit, appendicit, edhe këte nështë 4-5 smundje që janë kryesore, ato është gjitha smundje klasik. Jemi pacienti dhe të kam dhimbje barku. Edhe vendoset me mendet barku, të ku e ki dhimbje këtu, të doktor, po tash ka fillu vëllaj, mas 12 orë më ka shfaq këtu. Po tjetër disha thot kam vjedhje, kam kapslok. Atë në këtë rast. Pacienti kur vjen këtë ra, ne kemi një smundje më shpejt kirurgjike.
smundja më shpesh kirurgjike është apendiciti, zorraqore që. Po, zorraqore si. Ma në këto smundja më shpesh në dëmë shikë. Prandaj to nuk guxon me kalu pacientin pa e bën ekzem të tillë. Qoftë në ambulant, qoftë në bëjmë. Dhe pacienti kur vjen atëre na pikën e panim me to shenja klinike, na të shkret, po i përmendim sot se është. Vështirë po disa për ty në po. Me bëhet ekzami klinik. Neve na drejton është në apendicit ajo. Një ekzam i klinik në 99% raste recakton diagnozën. Pacienti shtrihet dhe nëse në kuadrin e poshtë të mdjat ka dhimbje, i ka kuqit këmba dhe bën shtypje të asaj pike ku këthem dhe të largon dorën, ka një pozitivitet. Kjo është shenjë e blumë, pozitive. Kjo na drejton që diçka nuk ka rregull poshtë. Atëre drejton të apendiksi, liumi, çfarë të mundal. Pika e dytë e bën një shenjë të muskulit psoas. Mirë, këto mund të praktikisht mi po. Po sot po kemi atë, po. Pacienti shtrihet dhe ngrit këmbën e djathtë. Dhe nëse shtypet ai pik, pacienti kur e dërgon këmbën pak më lart të këmbëve, kjo është një muskulit psoas pozitiv. Domthonë, në shtat apendiksi po, poshtë mbrapa të cekumit. Po na po dëmë ditë, nëse ky apendiks më kanë pushvik, po ka aty dhe shenjë. Pastaj po them se klinika është më dhe art. Me dhe mjeku ma i mirë vendosur të pastaj në ato aparate pastaj. Nëse vendosin pra pacientin dhe ka rrotullu këmbën e djathtë pacienti, atëre për raport për dhimbje që shfaqet në atë region, kuadrantën e poshtë të djathtë, atëre ne themi po kjo është pra apendiks është vendosur në pelvik. Kjo është shenja e muskulit obturator intern. Vetëm me këto tri shenja ne gati në masë të madhe e caktuar se pacienti është diçka të cekumi, iliumi, apendiksi. Vetëm me këto tre shenja. E marrëm tjetër, divertikullit. Kundërtën. Nëse ka dhimbje në anën e majtë, po dhimbjet jo i ri, pacienti vetë 40-50 vjet. Atë ne themi sikurse që ka apendicit të anës djathtë, themi të anës majtë ka, po jo apendicit tash, jo zorçore, po është zgjenimi i zorrëve lokalizuar që divertikullit. Këto janë dhimbje të forta, bashkëtitje ose kapsuk të gjakderdhje. Në këto raste gjithmonë ne mendojmë mjekt se këto është pjesë me divertikullit. Marrëm një tjetër pacient. Vjen pacienti me dhimbje të fortë barkut. Kanë filluar të kanë shkuar në shpinë. Po vjeli doktor, hiç nuk përmirësona. Dehidrohet, gjendetron, atë ne vetëm me këto tri informata ne mendojmë në pankreatit, një gjendje shumë e rëndë. Po është një kolecistit, një themën e re. Plot kemi për ditë që tjep ato dhe për një rast, themën e re, që 2 vjet apo vjeli. Mirë. Ka dhimbje barku, ka pasur të mirë. Dhe kanë ndërtuar bëni gastroscopi. Kur detohet gastroscopia, pe bëjmë një ekzamin klinik, pe bëjmë edhe një ultrazon e tjerë. Pacientja në harkun binor të djathtë e shtypëm dhe me marfrim, kolecista ose idza vjen kontakt me dorë të ekzaminit të mjekut dhe vend. Dhe po, ne ishtë ne themi shenje e marrëve pozitive. Kur e bëmë ultrazon gur në izë, domethënë krejt diagnoza që ka qenë shumicën e rasteve pas ka qenë si kolecistit, ka gunis. Dhe imi që ka pacienti, i ka nën harkun binor të djathtë, shkojnë ka shpatulla e djathtë. Zakonisht shfaqen kur pacienti han ushqim me yndyrna. Pra ushqimi i bollshëm me yndyrna, marrja atyne, vjellje, dhimbje këto që shkon në shpinë, që shkon ka kolecistiti. Shenja marrës pozitive, që është një ekzaminim, edhe një bisedë e lehtë me pacientin, edhe një ekzam klinik të tij. Edhe ne marrëm një tjetër, pak patronë tash 2 traumatronët, ne marrëm ileusin dhe marrëm peritonitin. Jemi në emergjencë, neve në katir, në konsultant. Doktor, hajde se është një rast në emergjencë. Këto ato raste elektive të më mbet. Kanë edhe për radhën pacient në familjar, na kemi caktuar, krejt rregull caktuar, por rasti urgjent nuk pret. Ai çdo minutë është për të jetë. Po ne them krahas edhe neve dhe na ofendojnë pacientët dhe familjarët, pa ta ndërë nuk kuptu, se ajo ardhe ka bërë terminin një për parë dhe këmë bërë, a nështë ka bërë 2 muaj për parë, krejtë në mregull. Po kur është të rrështë urgent, krejtë ato binë ato. Ne them me shku urgent, po krejtë në sekonizët pacientë në lanë aty në prit. Nuk e fali unë me shku poshtë urgent, se s'ka aty kohë, minuta. Dhe së të shkojmë poshtë një gjë më vëzhgim viktim. Pika e parë, domon çush janë shenjat vitale. Manë me shenjat vitale këto 5, na shtedini po më përmend. Shtypja, pulsi, saturimi, temperatura, frymëra, këto në 5 shenjat vitale. Nëse në rregull kjo, kalojmë hapin e dytë. Nëse dëm të abdomeni, ne vend me ditë. Që ky bark është i fortë ai but, është mbi nivel apo jo, dhe kur ta shtypëm apo ka po. Ne kështu 3 fjali shkruajmë aty në emergjencë, se na shtatë ski kur raport me bot gjatë. Po themi kështu. Ky bark, tek ky bark nuk është kirurgjik. Pse? Se është bark i butë, se nuk është rigid, nuk ka iritim muskulor, nuk ka distendim. Me këto 4 fjali, na mund me thonë që në çat pacient mund na melon edhe një kumë prit pak. Te bën ekzem shtesë. Marrë këtë grupin e dytë, ose këtë pacientin tjetër tash ashtu. Pacienti është distendum, kjo është urgjencë. Tash nuk e dim na gazna është ujë, a ka tumor atë, po është distendum. Urgjencë. Këtë deri, barku është sikur rasa, është peritonit. I lutem, shenjat po, është peritonit, barku është i fortë, iritim peritonal, kjo është urgjencë. Kta nuk u zëmen shu.
do të më marrë seriozisht me të. Edhe pika e tretë. Çka konkretisht mund të ketë në këtë rast, doktor? Pra kur barku është i fortë, për çka po ta kur barku është i fortë, tash na duhet të folet për këtë. Është një sëmundje, vërtet një organ ose një membranë të rritë me peritoneum. Peritoneum është tipi i barkut. Këtë organ e barkut mbështillen. Janë dy lloj tipash, është parietale, tash po të më fol pak anatomi se nuk po më ka shpjeguar natyrisht, është pak e rëndë për edhe për studentë, lënë më për patent, po të më fol. Barku është një tip i barkut. I ka muret edhe organet. Ajo që më muret quhet peritoneum parietal. Ky është një organ që është visceral. Dhe në momentin kur për shembull ka pas një thatë from lukt pacienti. Dhe ai lukt, ai thatë në lukt ka shpërthy. Po. Këta e përmbajtje luktit edhe çka ka pas sartinë, edhe vlerë, edhe ushqim, ka ata shkajt muren në barkut. Ka te barku hin më. Këtë vërtet në bark ma nuk është ai normale, nuk është përmbajtje normale. Nuk guxon tipi e barkut më shpërthy. Dhe nëse ajo pacienti merr bot peritonit, këtë 50 tipi e barkut. Edhe në mënyrë refleksive pacienti e kontrakton muskujt e barkut. Dhe barku bëhet sikur të rrasta. Kjo është diçka që nuk guxon më shumë. Po, pra ka një herë pacienti të bëjë 100 ekzamime tjera, nuk e bën një palpim barkut. Edhe kemi shpesh ka revim të na pacient, o doktor thotë unë kur qenë në Gjermani, në Australi, në Francë, në kam i vënë ndryshme. Çto ekzamin e kurs nuk ka bërë kurs. Kur? Alo, kurs më ka dëgjuar dyzort me dëgjues. Na sit, po e dëgjojmë. Të po mirë doktor, pse dëgjove ti? Po çfarë po të vjen të barku me dëgjues? Sa nuk e din, e tash ne shpjegojmë na. Me dëgjuesin bark çka dëgjojmë? Natyrisht se dëgjojmë. Çfarë informacioni merren nga këta tinguj të barkut? Po çfarë të thjesht më tregom. Domthon, nëse dëgjojmë zorrën, atë pacienti ka zorr që punojnë. Ai është presaltike zonë normale. Në qoftë se pacienti ka barkçitje, atë që bëjnë zorët, gurgullojnë. Po. Nëse ka një mbyllë zorëve, gurgullojnë zorët. Po dikush pacienti thotë unë doktorin nuk po dal jashtë. Kur e dëgjojmë nuk ka fare. Po, nëse s'ka tingull zoror. Pacienti ka fri barku, atë ne mënojmë një ilos paralitik. A në qoftë se pacienti ka fri barku, pesaltika është e madhe, po vjedh, nuk dal jashtë, atëherë themi është ileus obstruktiv, është mbyll zorra. Atë ke peritoniti çka është kjo? Domthon ka dalë çaj përmbajtja tam te ulçerës, lukti për shkak do deri të s'është më rëndësi, dhe kur del krejt në bark, atëherë barku bëhet sikur se drasa. Në këtë rast kur ne vendosim dëgjues pacient, themi është qetësia e varrit, aty s'ka perisaltik. Prandaj themi kështu, qetësia e varrit në askultim. Në inspekcion barku vërtet në pas pacient barku shumë i fortë. Pacienti gati është në gjendje shoku, me shtypje, me puls, me krejtë në gjendje të rëndume, atër ke gjendje peritonitit. Manë men peritoniti është gjendje urgjencë mjekësore. Peritoniti dëmton organet. Nëse themi që ajo sofa, ta shkar sofa shkurtis, sequential organ dysfunction, ku të më ne vlerësojmë dëmtimin e organeve. Manë mend janë 6 organe vitale në trup. Çdo pacient e vlerësoj kështu, gjendje dezive flas. E vëzën trunin me skorën Glasgow Coma Score, mushkërit, zemër, këto 3 organe. Në bark gjithmonë vlerëson 3 organe vitale. Mëlçia, pankrasi dhe veshkët. Këto 6 organe na si të pacienti për nësa na do 1 orë 2 derisa ti bëjmë këto ekzaminime, na mund me një çdo familjare, ose çdo pacienti, ose çdo kujt dush, i thonë informata. Ky pacient e ka qenë sëmundje, i ka të tonë organet. Prognoza e keqe. Tash cili është shkaku është çështje tjetër, ato më në për shkak, po prognoza e keqe. Identiteti i pacient, i kemi ujt organet. Për 2-3 ditë janë në rregull. Edhe pse kanë sëmundje shumë të rënd, i kemi ujt organet. Sofa është në rregull, praktikisht ai pacient, edhe pse ka një sëmundje të rënd, ka qenë në rënd, ai ndoshta ka më pas pa komplikime. Prandaj po them, që ne vëna në intensiv, me informu pacientin, me informu palën, se vjen familjarët pyet çka ka. Po, sikur të dikush i ka shumë sëmundje. Si të ka shumë sëmundje, si të ka diabet, si të ka shtypje, probleme renale, probleme hepatike, probleme zemrës. Ne pacientë renal, duhet një pacient që ka veç një sëmundje, ti edhe 10 tjera. Nuk më qenë njëjtë. Njëri si ka marrë 10 ilaçe, se ka marrë asnjë. Po, e vërtet. Njëri i ri edhe vjetër. Po pse te abdomeni thotë ndryshe reagojnë plesht, ndryshe trit, ndryshe vjetër. Po pse te plesht më pas dhimbje të fortë barkut. Ai pas te peritonit, nuk reagon barku tek këta njerëz janë butë. Pse është i vjetër pacienti? Po na kemi ekzamene të tjera. Po se te trit reagon më shpejt. Keni pa te trit reagime më madh, ose te fëmit. Fëmia nuk tregon, fëmia nuk di çka ka, ai veçon. Prandaj po them, ekzaminimi klinik neve na mundson me drejton ka me shkurrukun, ka me marr më tutje. Cili organ po dëmtohet? A është urgjencë, a është urgjencë? A më shumë shpia jo? Sidomos në urgjencë, sidomos në emergjencë. Atë po them, minutat me çita ekzamin klinik e shpëton pacientin, nëse se ke boqësh duhet, ai pacient shkon liga tjetër. Po, doktor, a ndodh që përmes ekzaminimit klinik të zbulohen sëmundje kritjera, pra që njeriu pacienti vjen me një dhimbje në bark, po zbulohet diçka shumë e rëndë se një dhimbje e tillë. Një dhimbje e barkut, nëse pacienti është klinikisht mirë, për mua vlera është aty, na dhimbje e barkut ose po, na duhet vlu, po është si pacient elektiv. Një dhimbje e barkut me simptome gjenerale, vjedhje,
pastaj ka humbur peshë, ka pak e tjera, edhe këto janë qeta. Po pacienti ka ardhur me dhimbje barku, ka vjell shumë, ka vjell gjak, ka pas jashitje të zezë, ka humbur peshë. Shikoj vetëm me këto informata që më 4-5 informata ne bëjmë që pacienti nuk është më. Që sa kohë, që 2-3 muaj, domethënë ai diçka po zhvillohet. Po. Ai ka një patologji e cila ka zgjat. Po tash ta them shumë. Do të pse koleg janë 10 pacientë me sëmundje të luktit, kanë kancere, nuk i kanë simptome të njëjta. Po ata përpiqen shumë mirë. Nëse e marrën anatomin pak luktit dhe shpjegojmë janë 2-3 fjalë. Luksi dalë lidhet me ezofagun, por lidhet me duodenin. Luti ka pjesën, ka 2 buzi, ka 2 mune, etj. Po në pjesën e sipërme ka një ngushticë, edhe pjesën e poshtë ka një ngushticë. Nëse ka një tumor për shembull, në pjesën e gjan, për shembull, ku trupi. Ai është pjesë shumë e gjan. Aty tumorit më zonë 20 cm s'ka simptome pacienti. Po. Anështa që 6 minuta të s'ka pas kur gjë. Tash kom vetëm me vjedh. Anështa ka vjen herë. Kur shohim në ekzamin klinik diçka s'është rregull. Kur e bëjmë në ultrazon nuk është rregull. Kur e bëni po që sa s'mund të 6 muaj, pacienti e ka tumorin pas. Ta çush me doktor s'ka pas simptome, ka drejt me pyet. Po vani ku ka qenë tumori është pra i gjan, nuk ka pas simptome. Ti te pacienti ka një, më them 1 cm një tumor, po ka te kardia ose te kapillori. Merre po më ngushtu, doktor ose po ha buktat nuk jam mirë, po fryt barku. Kjo tregon që të ka po. Edhe atë zbulot herët. Te ky rasti i parë zbulot, po të vonë. Po. Sidomos kur ka metastaza, atëherë sucesion është i vogël, atëherë do të onkologjie, do të kirurgjie, nëse ka, po, atëherë vërtetë edhe ky mjekim joni nuk ka ndaj sukses të madh. Nëse zbulu herët, masa e vogël, është operu, shkon në onkologji, ka marrë ato, ai pacient 20-30 vjet më me smundje ka më shti. Prandaj ka njerë vjen për një smundje, pastaj del diçka tjetër. Prandaj ekzamin general, edhe ekzamin lokal ka bazën e vet dhe neve na drejton sikurse ne vetëm me shku në lart. Ai është harta më e mirë se 100 aparate tjera. Sot ka teknologji sa dush, sot ka chat, sot ka 100 programe ndryshme. Ka endoskopi, ka gjithçka. Po sot, edhe sot, kësaj dite ekzamin klinik ka u pe Hipokratit, që ka qenë babi i mjekësisë. Marrëm për Lenekun, që ka zgjuar shkolltimin, marrëm kret mjek më të mirë klinicist që ne kanë mësuar si me bëj ekzamin klinik. Prandaj vetëm viti i tretë në fakultet, mësohet ashtu gjytra propedeutik mjekësore. Ajo e mëson studentin çysh me marr informatat prej pacientit, çysh me bëj ekzamin klinik dhe pastaj me bëj ekzamin tjera. Shpesh po them mjekët nuk kanë kohë, ashtu kështu me radhë, ose tu bazu shumë në teknologji, du bazu shumë në rrjetet sociale, du bazu në këto programet po në mobile ose në aplikacione ndryshme, e harrojnë ose bëjnë më pak këtë anamnezë dhe në klinik. A pikërisht aty është çelësi. Po them, kur i bëjmë në anamnezë dhe klinik, na faktikisht për atë ndërtesë kemi gati krejt çelësat. Ne na vjen edhe në çelë tjetër për mund të hap këtë dyrt. Në gjë këtë ato. Po, pra doktor edhe ju vet po thani që edhe mjek nuk e praktikojnë shumë, po pse? Nëse është është më e lehtë dhe më e thjeshtë sikur të futet pacientin në aparaturë. Atë e bën disa herë. Po. Është e lirë. Po mjeku do të më mësoj me bëmë ato. Po zbulimi këtu në mjeteve teknologjisë. Po. Më do të aki diçka po kjo, hajtë ta bëjmë një gastroskopi. As e ka pyet sa vjedhje, as ka marr barna, as ka marr barna, a ka bërë ekzaminim, mos ka. Vjen pacienti pe 2-3 fjalë çka bën gabimet e ne. Më vendosin një pacient në sistem të urgjentat me bëni gastroskopi. Mirë, ka vendosur sistemin në dhe kur ne marrë anamnezën. Dhe gjithmonë para se me bëni ekzaminim na duhet me bëj pra një bisedë me to. Çka kita çet 3 muaj po vjedhi? Çka ke pasta 2 herë kur shtu helikobakter. Kështu po tregon ai vajzë diku 35-40 vjet. Mirë. E çka ta vjedhi vazhdimisht. Po mirë, kur s'ka thonë me bota do të ne bota një gastroskopi, e kish pe mjekut. Rregull. A ke bën analizë kish bën diçka mirë. Para se me bëj gjithmonë bëjmë një ultrazon, gjithmonë kur nuk bëj endoskopi, po flas për veti, pa bëj ekzamin klinik dhe pa bëj një ultrazon. Jo që shoh lukte se lukti nuk shihet, po pjesë jashtë me po. Kur për lukti distendum. Morë kush është familjar tash vallaj, tash nuk guxon tash me bëj këtu gastroskopi pse? Tash lukti ka plot ushqim. Ta doktor na me ver ka çu pe president tani ku ta lutem bënë se skem ta me prit. Morë tash unë pe bëj. Po kur ta bëj në bëmë decizion. Kur ta bëj me decizion çka për mbajtë kthehet për marrje, pastaj shkon krejt. Çka po vit tash gastroskopi ty. Eti. Çka më bë? Ta më stem dëgjoni mua, tha jo doktor na më bëse shkon ditkun. Po e që shkon diku tjetër është krejt e pushtë juve. A unë nuk u të më gabu, se më gabu edhe krejt prezeni më gabu, patent sexuale, po unë s'u të më gabu. Pse lukt ka për mbajtje, edhe ka minimum litrë së shumë. E çfarë do bë? Tash a doni më ndëgjoj mua apo doni më marr vetë këtë punë edhe rretoni? Njëri vetë ta për doktor ta pra, po çka dush, edhe më marr atë. Tash ha dhe më po. Edhe më shkon në emergjencë. Kur shkojmë me zoja tash zoj kemi 2 mundësi, me vendosni son hun në lukt apo do të ngojë edhe në lukt. Vendos vet. Sa hun shmoj bën me gojë, rregull. Dhe kemi marrë këtë flas rast konkret që kemi pas. Andot për atë 4 muaj në shëndesh. Dhe marrat sond. Tash në hun jo po tani. Edhe kemi përbini sond pak me ujë të kemi shumë. Duke vendos atë gypin, shkojnë në zofak u mush 1 litër sekrete.
U diku për disa minuta 4 litra sekrete prej luktit, o zbrazën. Po. 4 qese. Mirë me thash shok, ta peshëzë, pas një pasat me malën qafën, edhe mu më qunë burg, thash. Pa pas kur thash edhe juve me mitë zonën ju, çka, po çush thash më kështu. Pse më kanë thash mjekun ju. Nëse dini më mirë, pse të kontrolloni vetë 3 muaj ditë. Çka më botash, e tash po shkojmë lart. Kur shkojmë lart, kur po shoh prap, thash jo, edhe ne më shku poshtë. Kur e bëj edhe ne, u heqën 6 litra sekrecione. Atëherë kemi bënë gastroskopi. Po edhe aty kish pas pak material. E kemi bërë çush kemi bërë gastroskopi, e kemi dhënë bana, thash mas disa ditë. Se ishte një ngushtim aty. Mas disa ditë të marr prap pacientë këtu te na. Do të mushtrin në spital dikun, edhe në thënë në prizën e ku, edhe pastaj më bodën një. Kur bënë pas 4-5 ditë, hinëm edhe një herë, morëm biopsinë e atë që caktu diagnoza. Po, nuk ka nevojë të shkojë me kjo duhet për ekzamin klinik, po them neve na ndihmon mos me gabu. Edhe nëse keni gabu, të them. Çka tash kjo fjala metakognition klinik. Në tri fjala është pak spjegimi i rënd, po s'kemi çfarë pa shpjeguar. Njeriu kur punon do të kontrollojë, do të pas një supervisor, një pas një menaxher që ka. Na shtani komo 20 pacienta, por na shtasi kon kontroll mirë. Prandaj është shefi, prandaj është menaxheri. Prandaj ka shef që të qenë më profesionist se ai që punon, që vjen me të kontroll çfarë punon ti. Persone. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, secili vjen të kontroll vetë. Unë po them shpesh shënoj kështu. Kam me shënuar gati çdo pacient, i kam me qindra mijëra fletore sot që shënoj për pacient. Si të vjen pacientin i shënojtë, ka një herë dhe mos më thotë diçka. Po, sepse mund të harrohen, do të keni shumë normale, edhe kur shënoj, aty është shënoj, po. E shënoj pranë anamnezën klinikët ato, do të ashtu akomponu vetë. Dhe kur shkon pacienti, çaj pacienti ron, unë marrësh ti në regjistër. Pacienti ron. Diagnoza po përputhet. Unë erdhi tash në literaturë, lexoj. Konsultona me koleg. Ku gabune? Janë si prej fillimit, a ku gabu diku klinik, nëse sa kombo mirë. Ultrazoj bëj edhe një herë. E bëj edhe njerë, e shëjtë CT, shëjtë edhe për, dëmanë, tonë konë duke u përpunu e pacient. Dhe kjo qëtë metakognition klinik. Dëmanë, une prej asaj që ka kom punu, une mendoj edhe njerë, aja kom punu mirë tash vetë, plus edhe shefi. Dhe kjo përëm shumë herë, kur shumë herë dytë, herë në tretë, nështë akom arru diçka me kërku, herë dytë, tretë kërruar, për ndaj, neve do të me pas një, mendimi kritik vjen mas shumë dhe të klinicisti. Pse? Se her pas herë të mënë, ka njerë të këto raste, kur janë raste adiotipike, nuk përpullet anamneza, nuk përpullet klinika, nuk përpullet laboratori, nuk përpullet imazheria, nuk përpullet endoskopia, këtu krejt të informatë nuk përpullet, diçka nuk në regull, duku kemi qalu. Po, pra duhet një vëmendje shtuar. Gjykimi klinik është në shtatë gjykimi ma i rëndë që mund bëtë për nëse, po vendos për një jetë pacientit, për jetë a vdekje, a do të jetë invalid, a do të jetë a do të shërohet. Kjo është përpam është vendim i rëndë për njerët. Duket që njerë do të kom pas 2 pacienta, po i kom pas 2 pacienta, po i kom pas 2 pacienta rëndë. Që një sarështë i kom 20, i kom 10. Pak ma let me një ku. Shmë rëndësi që pacientët të dalin të trajtuar dhe të shërohen pasaj. Edhe dyta, zakonisht kur bëjmë këto ekzaminime, ka njerë pacient të merë 1 orë. Edhe ata më në doktor, thotë çka i të po, thotë na jemi tu për krejt, ai më në tash na jemi tu, po, do të ky pacient është i rënë. Ky pacient ka 3 vjet ka qenë smut. Ora pe ku di cilit vën, se po them kam raste shumë të raste vjen që nuk mund mos gjithë tani vin te na. Kur vin te na, do të vëmë një speciale. Do të prej 0 mos të fshut diku diçka. A dhe sa është vështirë kanë me caktuar diagnozë, 3 vjet është caktuar diagnoza, tash të pamush për 20 minuta. Pra them ata pacient zakonisht po them i kontrolloj sot dhe nesër më gjithmonë thas kontroll edhe një herë. Një ekzamin, edhe një herë shtesë, mos kum fshut diçka unë, te jeni pe vetes. E pastaj analizat, duke shikuar dokumentacionin, se po metë nuk marr më shumë. Aty 20-30 minuta nuk është, aty na shtatë 1 orë nuk marr me pacient. Po, e qartë. Pas ka të rrugë. Doktor, ju faleminderit shumë që ishit sonte në shnet. Në vetë. Shikues të dashur, ju faleminderit që na ndoqët të gjitha materialet e shnetës, i gjeni edhe kanalin zyrtar të shtatë në YouTube. Ne takohemi sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqë shnetën. Ky emision mundësohet